Në studio diskutojmë tani Elvana Ligu, faleminderit Gjimi Lazri, faleminderit Borjana Dine, gjithashtu faleminderit për një bisedë që dua ta bashkëndajmë lidhur edhe me eksperiencat dhe çfarë lexojmë dhe mendojmë gjatë gjithë kohës për këtë stres të vazhdueshëm që dim ta kuptojmë më mirë sot. Gjimi, Elvana, Borjan, flitet më shumë apo ky fakt që po flitet më shumë dhe rreziqet që na i paraqesin në të gjitha drejtimet në fakt është errori i vërtet për trurin ton? Në fakt po kthehet pak në bumerang kjo tepria e informacionit. Të paktën ata që janë marrë me ulumtime dhe me trurin e njeriut, kanë dalë në përfundimin që truri jo nuk është i gatshëm që të përballojë masivitet informacioni. E ndjente vetja jote këtë gjë? Jo, unë nuk shikoj lajme, nuk hap televizor fare, pothuajse fare, nuk kam kohë, jam shumë e fokusuar tek ato dy gjërat që kam zgjedhur të bëj me shumë dashuri dhe kur ti i bën me shumë pasion. Nuk e ndjen veten të pa informuar nga ngjarjet në botë? Ja, me pa informuar, po nuk më intereson me thënë drejtën. Më ka ndodhur një 2 herë në miq që duhet të dija që ishin në një situatë jo të mirë, por në momentin e parë që më doli një reels në Instagram, pyeta direkt, mirë jeni? Ja, pra je disi e informuar nga rrjetet sociale. Por që kuptoj pra që ti do ta ruash veten nga gjitha këto informacione. Ndërkohë, Gjimi, ka natyra pune apo natyra njerëzore që janë të interesuar për këtë gjë. Pastaj edhe po mos jesh, e thamë, në rrjetet sociale, kudo, ti ke këshilla, domethënë 10 gjëra që ju se dini po që po ju vrasin, ky ushqimi që po ju bën këtë që po e konsumoj e gabim, mjekët si ju thon këtë, si ju thon atë. E gjen veten në një terror që e gjen, por shiko, kjo patjetër është kostoja e modernitetit. Në çastin që ne kemi një smartphone në dorë, jemi të ekspozuar ndaj gjithë këtij realiteti, ndaj mbi informacionit dhe ndaj gjithë shkaje. Ajo që vjen pasaj si pasojë, ndoshta psikologja do na qartësoj më tepër, është që njeriu prodhon edhe antikorpet për të përballur me këtë. Do të thënë, besoj truri i njeriut dhe edhe vetë natyra, dhe si thua, arrin ajo që quhet si në kimi kur kemi mësuar në shkollë, që është ajo tretësira e mbingopur, e cila nuk mund të përthith më asnjë lloj elementi tjetër, kështu që vjen edhe ajo që mund të quhet ndoshta shkëputje e njeriut, e individit ndaj realitetit që e rrethon, ku së pari reagon më pak emocionalisht, edhe ndaj asaj që tham, ndaj të keqeve të mëdhaja, ose ndaj lajmeve tepër të mira, tepër optimiste. Dhe kjo ndoshta shpije, nuk e di nëse këtu si mekanizma mbrojtjes dhe flas nën kontrollin e psikologes. Borjan? Tani, unë mendoj që sa më shumë informacione të marrim, shpeshherë aq më pak mendojmë se dinim edhe kërkojmë që të njohim dhe të dimë më tepër. Kjo edhe për të qenë edhe më të pranueshëm qoftë edhe në mjedisin social, sepse në një farë mënyre është më se normale që për shëndetin ton fizik, emocional, psikologjik, të mirë informohemi, do duhet që të marrim sa më shumë informacion. Informacioni na vjen në shumë forma e mënyra, që nga mjedisi social në të cilën e ndodhemi, që nga titrat në të cilat neve përballemi gjatë gjithë kohës në portale. E kemi shumë më lehtë që të përballemi me aktualitetin jo vetëm në vendin tonë, por në aktualitetin në mbar botën. Do përmend për shembull se më vjen në përmendje tani koha e Covidit. Kur sapo Covidi lindi në Kinë, ne e ndjenim vetëm larg. Informoheshim, por ende nuk po e përjetonin natyralisht tek vetvetja jonë, sepse ishte shumë na duket shumë larg në Kinë. Por e njohëm si koncept dhe si të thuash, po e përjetonim sadopak humbjen e shumë jetëve në një kohë shumë të shkurtër. Pastaj kur Covidi u përhap në Europë, e kuptuam që diçka është më afër nesh. E kur Covidi erdhi dhe mbërriti në Shqipëri, aty stabilizuam veten tonë edhe morëm të gjitha masat e nevojshme, por edhe krijuam ankthin dhe atakun e panikut shumë shpejt dhe menjëhershëm tek gjithë secili prej nesh. Dhe kam përshtypjen se ishte e pamundur që secili mos të dëgjonte lajmet, mos të hapte gjatë gjithë kohës portalet, apo mos shikonte se sa jetë të humbura ishin sot. Kjo
së pari edhe për të ardhur keq për personat e tjerë dhe atë që po ndodhte përreth, por edhe për të kuptuar se sa të mbrojtur apo të pa mbrojtur jemi. Kam përshtypjen se neve zakonisht ushqehemi me lajmet që ndikojnë në jetën tonë të përditshme dhe, si të thuash, ka një gjë që ngec apo pengon në jetën tonë të përditshme. Zakonisht, nëse po e marr një shembull, nëse një njeri ka përjeton një ndjesi ankthi, më së shumti do të lexojë mbi ankthin, mbi trajtimin. Pavarësisht se kjo nuk është mënyra më e mirë Patjetër, qartë, po do të lexojë, ka do të dëshirë ta dojë të ushqejë atë udhëzohet, sepse ankthin. Kjo është çështja. Do të duke dëshiruar ta kur ndodhi luftosh, tërmeti, ta kuptosh ti lexon më shumë. që i zuri ankthi për internetin dhe si ja përmendje dot se fillon të i lexojmë vërtet. Pra është tjetër ti informohesh se si mund ta evitosh diçka, është një tjetër gjë dhe jam shumë dakord. Dhe është tjetër gjë që ti trish që ditën para televizorit dhe të shikosh lajmet o bubu, a mos bjer prap torment tani, mos siç ishte në atë periudhë që të gjithë njerëzit shkarkuan aplikacionin që do t'i lajmëronte aplikacioni kur do të ishte goditja e radhës, ndërkohë që po të vësh logjikën në punë dhe jo frikën. Ti do kuptosh edhe po të tha aplikacioni që do bien 12 ball për 2 minuta apo për 5. Ai se në tërmetet janë të paparashikueshme. Ideja që ti nuk ke çfarë bën fare. Ne më mbrapa merrnin vesh me atë aplikacionin kur kishte rënë sa ballisht, ishte mirë ta shtësia e gjitha Ideja është që çfarë funksioni ka ajo gjëja, pra pse e shkarkuan të gjithë, është vetëm frika që të shtyën, nuk është logjika e pastër, po të fusësh logjikën e pastër, ti vetëm e fut vetes të gjitha veprimet tona nga logjika, Elvana, po na udhëheq emocioni, na udhëheq. Po duhet jemi çik më të kujdesshëm. Patjetër, dhe kjo mendje, ky tru i ngarkuar është pikërisht ky që të dëmton më shumë? Absolutisht po, edhe nga ana biologjike, kur ti je i stresuar, truri jon fillon rrit prodhimin e kortizolit, që është edhe ai një hormon. Dhe rritja e kortizolit nuk është sjell vetëm ankthin edhe stresin dhe mungesën e gjumit, pra prish gjumin, po fillon prish tretjen, fillon jep edhe inflamacion në organizmin ton, pra po flasim nga ana biologjike. Pra ti nuk është se je vetëm mendërisht keq, ose në gjendje jo të mirë, por je edhe fizikisht, fillon të jesh edhe fizikisht, dhe duke mos qenë kombinimi i këtyre të dyjave, pra duke qenë të dyja jo mirë, aty pastaj fillojnë shfaqen edhe sëmundjet, si psikologjike edhe ato fizike. Kështu që është fuqia e mendjes, dhe autosuggestionit. Mua më kanë rritur gjithmonë me atë idenë që autosuggestioni ty të ndihmon të kalosh edhe situatat e vështira. Pra mos ta shikosh gjithmonë të zezë fare, ose të mendosh që prit se ka edhe gjëra më të rënda dhe unë duhet gjej forcën që ta kaloj këtë situatë. Qoftë edhe një problem fizik, jo vetëm situatë në jetë. Për shembull, në rastin tënd, diku ku e ke mundur me mendje diçka. Unë kam mundur shumë shpesh me mendje, se ndryshe në situata të caktuara të vështira të jetës time që isha edhe shumë e re, pra nuk isha mekanizmat e duhur për ta përballuar, mund të kisha kaluar edhe në depresion ose në situatat të tjera jo të mira psikologjika. Po për pos faktit që gjeja forcën tek i mbir, tek prindrit, sepse edhe këtu do e gjejmë forcën. Nuk mund të mendojmë vetëm për veten, pra duhet mendojmë dhe çfarë i shkaktojmë njerëzve të dashur me ato që bëjmë. E kam gjetur gjithmonë forcën tek ata, edhe tek kjo pjesa tjetër që shpeshherë edhe nëpër libra e kam gjetur që njerëzit në situata të vështira edhe lufte edhe prap kanë mbijetuar dhe kanë parë të dritën. Në fund të tunelit, por e kam parë të dritën. Dhe kjo është gjithmonë vjen nga mendja, është psikologjike. Nëse ti e ushqen veten tënde me mendime kryesisht pozitive, edhe e rrethon veten tënde me njerëz kryesisht pozitiv, ti do të jesh shumë herë më mirë. Dhe ai është ushqimi i mendjes dhe i shpirtit, që është shumë i rëndësishëm se sa ai ushqimi fizik, që nuk ja ulin vlerat absolutisht. Energji e mirë, energji pozitive na duhet, thot Elvana, të tillë do të mundohemi ta kemi pikërisht për të qenë sa më brenda temës. Por na duhet shkojmë në ndërprerje publicitare në pak minutat e mbetura të pjesës tretë me të ftuarit. Të rrethohemi nga njerëz pozitiv. Gjimi, njeri pozitiv. Gjimi ka qenë historikisht pozitiv. Po që një Gjimi. Ju falenderoj shumë për këtë, po problemi është çfarë përjeton njeriu brenda vetes. Me këto negativitete të jashtme, si i filtron. Shko, ndodh kjo gjë, falti moderniteti, dy gjëra madje. E para është që ajo që dikur quhej rëndontësimi i të keqes, do me thënë që e keqja fillon sidomos në situata luftrash, për shembull, atëherë një vrasje, plagosja, apo krizat, uria, marrin gjithmonë, ushtrojnë një peshë më të vogël
qoftë dhe emocionale tek njerëzit. Ndërsa sot po ndodh ajo që quhet indiferenca ndaj së keqes. Pikërisht ky mbi informacion që ekziston, atëre njerëzit vetvetiu pasi e kanë të pamundur të zakonshme me sa duket. Pikërisht pra. Fillon të bësh e zakonshme, mirë po ti mësohesh me të ose ta pranosh nuk është. Bëhen dy por ana tjetër është që fal kësaj shtohen dhe këto teoritë konspirative. Pasi më përpara informacioni kryesisht merret nga gazetat, nga këto mediat e mainstreami që po quajmë televizionet, ku mirë apo keq, pavarësisht qëndrimeve që mund të mbanin, informacionet filtroheshin nga një sër gazetarësh, profesionistësh, dhe atëherë mbërrinte edhe i kontrolluar në një farë mënyrë, i seleksionuar, i përzgjedhur tek dëgjuesi. Ndërsa sot që nuk ekziston më asnjë filtr nga rrjetet sociale, jo të gjithë janë në gjendje të kuptojnë të bëjnë qoftë edhe një minimum vlerësimi. Mbaj mend një herë po shumë vite më përpara, para rrjeteve sociale, në Francë, vetëm 0.01% e popullatës ishte në gjendje të ushtronte mendim kritik ndaj një informacioni që e merrte. 10% ndoshta arrinin të bënin një sheshim të vogël. Në pjesa më e madhe e njerëzve janë të prirur ti marrin ashtu siç ofrohen, të marrin efektin e tyre të parë imediat të një lajmi, të një... E marrin kallup, siç themi. E marrin kallup, siç thuhet në jargon popullor. Dhe po patjetër, por shpeshherë këtu bëhet fjalë edhe për njerëz të arsimuar, po themi me arsimin e mesëm, ose ndonjëherë edhe profesionistë që kanë edhe arsim të lartë. Jo sepse nuk e kanë aftësinë kritike, por shpeshherë ata kanë përparësi të tjera njerëzit në jetë ku do përqendrohen më tepër. I kanë të gjërat që kanë një lidhje dhe efekt imediat në jetën e tyre, për shembull me problemet e punës, profesionit ose të familjes. Ndërkohë për shumë informacione të tjera që merren, që nuk e kanë lidhjen e menjëhershme me interesimin e tyre, të gjithë ndoshta edhe neve vetë shpeshherë një informacion e marrim ashtu siç na jepet sepse nuk kemi kohën, nuk kemi energjitë, ose siç thuhet nuk kemi nervat, ta trajtojmë edhe ta shqyrtojmë dhe ta analizojmë kritikisht. Dhe kjo dëgjohet gjithnjë më tepër, s'kam nerva për këtë, s'kam terezi për atë. Sepse ka rënë shkurt. Po pra po, një lodhje, një përtaci mendore, për të menduar, për të analizuar, gjëra sa më të thjeshta, gjëra... Sepse dëgjojmë shumë gjëra që s'na duhen fare dhe lodhim mendjen pastaj, kjo është problemi. Prandaj them duhet jemi selektiv në ato që ne... Po, qartë, Marian. Pra, po thoja që mbingopja e informacionit në ditët e sotme na bën që të mos të kemi nevojën për të filtruar, sepse shumë portale njëkohësisht do të japin të njëjtin lajm në forma dhe mënyra të ndryshme dhe është pak e vështirë për të kuptuar pastaj kush është diferenca apo e vërteta e madhe. Çështja është që se si do ta menaxhojmë neve emocionet edhe çfarë le të themi kurthesh na jep mendja jonë. Sigurisht që në situata të ndryshme një individ funksionon ndryshe. Por a do t'jetë kurth apo është shpëtim, për mendimin tim është e gjitha në mënyrën e perceptimit të gjithë secilit nga ne. Sigurisht që tu e kemi problemin, nëse domethënë njerëzit shumë, domethënë kur t'japin këshilla thonë, X e ke psikologjike, e ke, po aty është problemi, domethënë pikërisht pra se kam psikologjike, domethënë psikologjisë si ta ndryshojnë, si ta heq të keqen nga mendja, mendoj pozitivisht, mendoj. Dhe çështja është ajo pyetja si do punoj me veten. Kështu që në momentin, për mendimin tim, sigurisht që gjithsecili nga ne do të ketë periudhat e veta të vështira emocionale, ku bie emocionalisht jashtëzakonisht shumë dhe duket sikur nuk ke fuqinë të ngrihesh edhe të luftosh. Mirë po, këtu ka një ngërç të vogël psikologjik që duhet një motivacion dhe ndoshta edhe një le të themi një kontekst logjik, po tepër i ftohtë dhe tepër i prerë edhe për veten tënde. Jo të gjithë e kanë mundësinë dhe aftësinë ta bëjnë njësoj. Nëse ne nuk arrim ta bëjmë njësoj, absolutisht duhet të drejtohemi pastaj tek specialisti për të ringritur veten. Është kurth në momentet kur të gjitha sinjalizimet që neve na vinë në tru kalojnë në ankth, në stres, në emocione negative, në mendime negative, në mos përjetim, në të mos parë gjëra të mira, duke parë fajin gjithmonë në një kontekst tjetër të jashtëm, duke mos marrë ndoshta ritmin për të rifilluar jetën edhe një herë nga e para. Ndërsa është shpëtim
kur të gjitha proceset emocionale, pasi neve trajtojmë një herë veten, pra e kalojmë atë momentin ton emocional, aty është momenti kur katapultojmë veten ton edhe themi prit një herë se 1, 2, 3, 4, 5 duhen bërë nga unë. Edhe jam vetë unë shpëtimtari i vetës time. Në momentin që neve krijojmë pastaj metodat e duhura të logjikës së prerë, por edhe të mendjen prehtësisë për të shpëtuar veten tonë nga një gjendje aktuale, stresante, anktioze, apo çfarëdo lloj situata që ne jemi të kaluar, mendoj që është edhe një pika në të cilën neve duhet të ringrihemi, por gjë e cila na ndihmon edhe në vijimsinë e jetës sonë për të qenë më të strukturuar, për të menaxhuar më mirë emocionet, dhe kjo është ajo që tham edhe në fillim të takimit ton, lidhur me mekanizmat mbrojtës që vetë trupi jon do t'i ofrojë pastaj, sepse eksperjenca jon na e ka treguar. Gjimi, ty në raste, ku diun, vështirësish, momente, dobësie, çfarë të ka shpëtuar, çfarë të ka ndihmuar? Përvoja që di që është si shiu, kur vjen rrebeshi shiu, zër një streh, prit të mbaroj edhe do kaloj. Edhe do të kaloj. Libri, muzika, aktiviteti fizik, cili kanë qenë për ty? Po të gjitha bashkë. Të gjitha bashkë. Edhe kryesorja është mospasja e pauzave, ku nuk bën asgjë. Është ajo që quhet jeta e divanit, që rri me celular në dorë apo me një telekomand në dorë. Që pastaj kjo mund të shpjerë në një frenezi tjetër, edhe mund të shojë edhe në shëmbje më mbrapa. Po kjo mbi ngarkimi i vetes me jashtëste, me libra, me muzikë, me punë, edhe kontaktet me njerëzit. Edhe kontaktet me njerëzit. Për ty, Elvan, këtë do të sugjeroje? Si shpëtim? Unë e kam gjetur për një mendje të fortë. Siç e kam thënë, aktiviteti fizik është më i miri, si për mendjen edhe për trupin, sepse ato pastaj lidhen njëra me tjetrën. Pra që ti të shkarkosh atë ngarkesën që ke gjatë gjithë ditës, dhe kjo nuk do të thotë me patjetër palestra, kur themi aktivitet fizik, njeriu e gjen veten në çfarëdo lloj aktiviteti, por është ajo që ta gjimi mos kapim divanin edhe jetën sedentare edhe telekomandën apo telefonin, se e kemi gjithë ditën në dorë, sikur ta heqim një moment nga dora atë telefonin do i bënim shumë der vetes. Marrëdhëniet me njerëzit në gjithë spektrin e tyre, emocional, fizik edhe të gjitha. Është një aktivitet sigurisht shumë i mirë për të lidhur me njerëz. Elvana, Gjimi, Boriana, faleminderit që ishim së bashku. Një mendje e shëndosh në një trup të shëndosh. Na shkoi kjo bisedë e sotme. Juve që na ndoqët gjithashtu faleminderit. Nga ana në të premte takohemi këtu ku ka veç një ftesë në orën 5, Top Channel.